Duhet shtroj pyetjen se si ka mundësi që qeveria shqiptare hesht, teksa një shtetas shqiptar, Baki Goxha, i është marrë peng në shkelje të gjitha drejtave ndërkombëtare, në ujra ndërkombëtare, së bashku me 10 aktivistë të tjerë nga mbar Evropa, duke çuar ndihmë humanitare në Gaza. Ndërkohë që kryeministrat apo ministrat e jashtëm të vendeve tjera si të Francës, të Spanjës, të Holandës, madje vetë Giorgia Meloni e Italisë, kanë thirrur ambasadorët izraelian të vendeve përkatëse për të dhënë llogari, madje për të kërkuar falje për qëndrimin dhe ato shfaqje të turpshme që ka dhënë shteti i tyre. Atëre, unë shtroj pyetjen, pse heshtim ne? Pse heshni ju të nderuar koleg për faktin që një shtetas shqiptar është marrë peng nga një regjim gjenocidial dhe mbahet në kampe torturash nga ministri fashist Ben Gvir? Si ka mundësi që nuk reagoni dhe ç'do të bëni nëse e njëjta gjë do ndodhte që të merrej peng një shtetas shqiptar në delin Mesdhe jo nga izraelianët, por nga rusët apo nga iranianët? A do nënshkruhet atëherë rezoluta për t'i shpallur shtetet terroriste? Atëherë pse s'flisni tani? Si ka mundësi që heshni? A jeni krenar me faktin që kryeministri i këtij vendi, Edi Rama, shkoi në shtëpinë e Benjamin Netanyahu dhe u porul para tij përpara një njeriu që kërkohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza nga gjykata penale ndërkombëtare? A ndjeni krenar për këtë gjë? Si ka mundësi që nuk reagoni? Për çfarë, nga kush keni frikë, nga çfarë trembeni? Apo pretendoni se po mbroni interesat e shqiptarëve? Shqiptarët i kanë mbrojtur interesat e tyre, kanë ditur vetë të dalin zot të interesave të tyre dhe të pozitës tyre atëherë kur kanë vënë jetën e tyre në rrezik për të mbrojtur hembrejt në luftën e dytë botërore. Prandaj ne duhet të jemi mirënjohës Bakiut, sepse është pikërisht ai që është ambasadori më i mirë i vlerave shqiptare në botë sot dhe askush më shumë se ai nuk e përfaqëson Shqipërinë në këtë sallë. Kështu që nuk mjafton që të kërkojmë me kortezi nga qeveria izraeliane se çfarë po ndodh me të, por duhet që qeveria shqiptare dhe ministri i jashtëm shqiptar të thras me njëherë ambasadorin izraelian dhe ta vërë atë përpara përgjegjësisë, ta detyroj të mbaj përgjegjësi dhe kërkoj falje për krimet që po ndodhin në Gaza dhe për trajtimin që i ka bërë shtetas shqiptar. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Ina Zhupa, më pas zonja Albana Vokshi. Nderuar kryetar, unë besoj se i gjithë kuvendi e njeh dhe e ka përcjellë nëpërmjet mediave gjendjen e rëndë kriminale në qytetin e Sarandës. Në fakt u arrestua një shef komisariati, u arrestuan edhe disa pjesëtar tjetër të komisariatit. Mirë po, bën ky parlament sikur nuk dinte asgjë, bën kjo qeveri sikur nuk dinte asgjë. Ndërkohë që ka qenë raporti prokurorit përgjithshëm në këtë sallë të kuvendit që ka thënë qyteti me kriminalitetin më të lartë është Saranda. Çfarë mase u mor? Asnjë mas, sepse ishte patronazhisti i qeverisë, ishte ai që kishte garantuar votat. Më fal, nëse ju nuk e dini, a mund t'ju informoj që nuk mundet të veproj i vetëm policia e shtetit pa policin bashkiake dhe pa inspektoriatin vendor të mbrojtjes territorit, kur vjen puna të monitorimit territorit? A mund të informoj juve që drejtori i policisë bashkiake është një i shkarkuar nga radhët e policisë shtetit, i dënuar sepse ka marrë shvet nga trafikantët e drogës dhe është bërë drejtori i policisë bashkiake atje? A mund të informoj juve dhe mediave që t'i bien sot telefonit të drejtorit e inspektoriatit mbrojtjes territorit, a ketë hapur apo të mbyllur? Se ka ikur në drejtim të paditur, ka ikur fshehur, ndërkohë ju vazhdoni e mbani drejtor të inspektoriatit, ndërkohë që është vënë shiriti kuq nga prokuroria në Sarandë. A do të vazhdoni të bëni sikur nuk dini gjë? Shkoi ministri dhe i mori në krah këta njerëz që ishin pjesë e grupit të strukturuar kriminal zyrtarësh që menin rrushfete dhe që e kanë kthyer Sarandën në një skenë krimi të ngjashme me Palermon e viteve 80. Nuk e dini ju këtë? Çfarë prisni ju që të merrni masa për atë bashkinë Sarandë që ka kthyer të vetmin kriter të punësimit
a je i korruptuar, a ke qenë njeri dënuar. Nëse ke qenë njeri dënuar dhe nëse je i korruptuar, i plotëson gjitha kriteret për të punësuar në bashki, pavarësisht edhe çfarë ane politike ke. Nëse nuk reagoni, keni parasysh që pasoja shumë të rënda vinë për atë qytet dhe vinë për atë zonë. Keni parasysh që në sezon turistik dyfishohet numri i popullsisë atje nga turistët dhe rreziku bëhet edhe më i madh. Ndaj si kuvend nuk kemi besoj detyrë më të rëndësishme se sa të flasim për jetën e qytetarëve, për sigurinë e qytetarëve, për një qytet të rëndësishëm që unë kam derin të përfaqësoj dhe mos bëni sikur nuk dini lidhjet kriminale atje vetëm sepse janë patronazhistët që u shërbyen për të marrë votat në zgjedhjet e majit 2025. Jepini siguri qytetit Sarandës, jepini siguri jugut. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Albana Bokshi, më pas zoti Tedi Blushi. Për procedurë, ju lutem. Faleminderit kryetar. 2 ditë më parë, ende ka mundësi të lutem kryetar. Ka mundësi se Zoti Elezi, ju lutem ta lejojmë kolegen të mbaj fjalën. Do është i kryetar kuvendit, caktoi ishte për procedurë apo jo? Është kryetari kuvendit. Ju lutem. Vijoni zonja Bokshi. jo, lutem duhet pak qetësi. Po pra dakord, qetësi. Momente për kostumin, tjetri për këtë. Zoti Bari, ju lutem qetësi, dëgjojmë zonjën Bokshi. Faleminderit kryetar. 2 ditë më parë, ende pa u shpëndar mbledhja e Koelës, Ministri Toni Gogu doli në një konferencë për mediat dhe dha lajmin e mirë që raporti i piketave të ndërmjetme i bar ishte miratuar dhe i kishte kaluar këshillit të ambasadorëve. Madje dhe shpjegoi se çfarë ishte ky këshill. Me thënë si mundet pa ju dridhur qerpiku, me çfarë pa ftyrësie, ose pa aftësie, ose pa dijenie, ose, mundet një ministër të japi një lajm që s'është i vërtet, pra të mashtroj publikun. Unë nuk di ta them se me çfarë kurajo mund të dalësh, sepse të paktën 3 vende, dhe ky është një burim i sigurt, të paktën 3 vende antare nga 27 kanë pasur probleme me grup kapitullin e parë, ku janë 5 kapitull, të cilat nuk e kanë miratuar, e kanë shtyrë të paktën për të premten. Pra, deri të premten, Ministri Gogu mund kishte pritur për dhënë atë lajmin e mirë që në fakt të gjithë e presim. Ndaj, Ministri Gogu, që shpëndan lajme krejt të pavërteta, për t'i dhënë Edi Ramos një merit që nuk e meriton, pavarësisht se ne si opozit miratuam edhe rezolutën për të shprehur vullnetin ton, si mundet që të mashtroj publikun, të dalit kërkoj falje, dhe thoj që ka qenë lajm i gënjeshtër ai që ai dha gazetarëve, të presi ditën e premte, dhe ditën e premte me shpresë të madhe do miratohet për ta kaluar pastaj tek Këshilli i Ambasadorëve. Pra i kërkoj ministrit të dalit, i kërkoj ndjes publike. Ministri ka kërkuar fjalën, po ju lutem ju tërheq vëmendjen në bazë rregullores për përdorimin e fjalëve të papërshtatshme dhe jo parlamentare, të cilat po dhe mund t'i them, po mirë është mos i them, për pafytyrësi dhe mashtrim nuk duhet përdoren. Pafytyrësia është një fjalë që s'mund të jetë në fjalorin tonë, nëse bini të gjithë dakord. Po dhe nëse s'bini dakord, keni rënë dakord te kodi i sjelljes. Po zoti Gogu. I nderuar kryetar, nderuar koleg, nderuar kolege. Unë dola në konferencë për të informuar për punën e palodhur të kolegëve të Ministrisë Drejtësisë në procesin e negocimit të piketave të ndërmjetme. Ka qenë një 18 muajsh jashtëzakonisht impenjativ, ku kolegët e Ministrisë Drejtësisë kanë arritur që të dërgojnë në Bruksel 8.000 faqe. 90 takime kanë ndodhur atje në Bruksel, 70 institucione janë koordinuar në Shqipëri pikërisht për të dorëzuar ato rezultate faktike që janë duke u shqyrtuar nga grupi i punës dhe vendimarrësit. Dhe shpjegova se si procesi është dinamik, se si negociata është dinamike, se si negociata lëviz dhe nuk ngec,
Dhe gjatë kohës që kolegët e Ministrisë Drejtësisë dhe gjithë institucionet e pavarura të drejtësisë punonin që shteti shqiptar të progresonte dhe çonte 8.000 faqet, më vjen keq që juve keni kontribuar në 8.000 akuza të ngecjes së procesit. Si ka mundësi që çmira juaj politike ndaj progresit të një shoqërie të tërë, sepse jeni i vetmi formacion shoqëror që shkoni mbrapa, sepse shkoni 36 vjet mbrapa, dhe jeni i vetmi formacion shoqëror që nuk pasqyroni progresin e Shqipërisë drejt standardeve europiane, ndërkohë që Shqipëria ecën, juve vini këtu dhe ngrini një sër akuzash, të cilat mua më vjen keq, po i kam dëgjuar dhe më përpara, i kam dëgjuar kur thuaj që kryeministri nuk shkon dot në Amerikë, që kryeministri nuk takon dot presidentin, që Shqipëria nuk do vazhdoj të eci përpara. Jo, e kam fjalën, kjo ka lidhje vetëm me çmirën që ju bën që ju të mos shikoni se si progreson Shqipëria, se si progresojnë institucionet, dhe i vetmi formacion shoqëror në Shqipëri që është mërthyer 36 vjet përpara dhe ngec atje në standardet e korrupsionit madhor, në standardet e ndërhyrjes në pavarësinë e sistemit gjyqësor, në standardet e një shteti të kapur, jeni ju. Faleminderit. Zoti Tedi Blushi, më pas zoti Besar Xhaferi. Po, faleminderit kryetar, më thjesht dua të kujtoj vendimarrjen e dieshme në konferencën e kryetarëve, kur am dakord që sot në rendin e ditës të përfshihet ngritja e nënkomisionit të ligjeve për administratën publike që fatkeqësisht nuk është futur në rendin e ditës. Kështu që thjesht vetëm për procedurë. Faleminderit. Po, e kam lexuar. Është aty me gjithë ndryshimet që ram dakord në konferencën e kryetarëve. Zoti Besar Xhaferi. Kryetar, faleminderit që dhat për fjalën. Sot ka ndodhur një aksident i rënd përsëri në Shkodër, ku ka humbur jetën dikush. Dje kishte një aksident përsëri të rënd në Prenjas, ku humbi përsëri jetën dikush. Para 2 javësh humbën jetën 2 fëmijë. Pyetja ime është për këtë parlament, ku jemi me shtrëngimin dhe ashpërsimin e masave ligjore që duhet marrim për të rritur sigurinë në rrugët e Shqipërisë. Por në të njëjtën kohë besoj se këto masa nuk do mjaftonin, por do mjaftonin që të shkputeshin lidhjet e këtyre shoferëve me edhe mbrojtja e tyre që marrin nga të plotfuqishmit e lagjes, nga shefat e komisariateve të zonave dhe po ashtu nga ndjesia e tyre që janë të paprekshëm. Duhet jemi shumë të ashpër me ligjin në mënyrë që këto jetë mos të merren më, sepse që kur ka ardhur drejtori i ri i policisë janë 34 viktima në rrugët e Shqipërisë. Është bilanc lufta. Dhe kjo patjetër që duhet na shqetësojë jashmase. Pika e dytë është për aeroportin e Vlorës. Javën e kaluar ngrita shqetësimin e portit të Alabarit që po zhytet, ndërkohë aeroporti i Vlorës po shqyhet nga sherrri i firmave që pretendojnë se kanë fituar atje. Tashmë kush humb nga kjo histori? Besoj se të gjitha kuptojmë që humb ekonomia shqiptare. Ka mira biznese në jug, në Bregdet, që kanë investuar këto vitet e fundit për zgjeruar kapacitetet e tyre hotelerike, duke patur pjesë të programit të biznesit, planit biznesit të tyre, pikrisht hapin e aeroportit Vlorës këtë maj. Dhe maj i iku dhe aeroporti, jo me që nuk është hapur, por është mes një sherri dhe mes tashmë ndërhyrës dhe të policisë së shtetit. Kush do i mbroj këta biznesmen, kush do i subvencionoj dhe kush do ja mbuloj humbjet, marra mendse që ata mund të kenë nga interesat e kredive dhe nga fitimi munguar dhe nga një verë e cila besoj se do jetë një katastrofë turistike për Vlorën dhe Bregdetin e Jugut. Ju faleminderit. Faleminderit dhe zonja Jozefina